Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena Yjov, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugazhini. Ky podcast mundësohet nga kompania e derivateve Exfis, ndërsa sot unë së bashku me kolegët Emil Avdim Pireva dhe Bardh Maxhuni do të analizojmë kampanjën kualifikuese të Kosovës dhe në veçanti do të tentojmë të analizojmë ndeshjen gjysmëfinale ndaj Slovakisë dhe humbjen që la shije të hidhur ndaj Turqisë. Lovt, për nisim me ty fillimisht me qenë se je shefi. Qa mendon për kampanjën kualifikuese? Fillimisht të bëjmë një rikapitulim si nisi rrugtimi i Kosovës. Po besoj u koni kampanjë shumë pozitive, që nis me një humbje të thellë ndaj Zvicrës, po gradualisht ekipi e merr veten edhe rritet ndeshje pas ndeshje dhe arrin deri në finalet play-offit, 90 minuta larg Kupës së Botës, apo siç e thash edhe një muhabet me Juve 3 cm. Mos ishte ajo prekje e portierit Turqisë në pjesën e parë Urxhan Çakër në goditjen e Fisnik Aslanit. Ndoshta na sot i shumë kanë të fol për Kosovën Kupën e Botës, për planet grupin me Amerikën, me Australinë dhe Paraguajin, po futbolli ka këto. Domethënë, ajo çka është e rëndësishme më thonë është që ky ekip me përzgjedhsin Foda ka arrit me dhon shpresë dhe tifozët tashmë po besojnë to, shihet që ka rritje të mëdha, edhe herët avon kam me mrri një event madhor, ose kampionatin evropian që zhvillohet pas 2 vite, ose më besoj që evropianin kam arrit me njëherë, me këtë grup lojtarëve fantastik, kisha me thonë, pastaj edhe botërorim, se jo. Po, tash, ja nisëm na këto kualifikimeve me një humbje të thellë, 4-0, me një sistem, mos gabofsh në atë patlu me 4 mbrojtës apo 4-2-3-1, edhe ekipi nuk tregon asgjë në atë lojë, edhe pse pritjet e kanë shumë noja dhe bjen disponimi gjithë si ekipit, si tifoza, menojnë që bjen kualifikime sigur të kalume, dhe me thonë kërkesa shumë e madhe, po më fush diçka tjetër. Me njëherë bën një kthem shumë të madh. Mas 4 ditëve e zhvillon lojën Kosovë kundër Suedisë edhe e fiton me rezultat 2-0, një paraqitje e jashtëzakonshme e ekipit edhe kthehet në binar, pastaj vazhdojnë rezultate tjera pozitive që na shojnë play-off në pozitën e dytë. I mbledh 11 pikë, që është rekord, kurse kena mbledh 11 pikë në fazën e grupeve për kampionat botëror. Me një grup ku kundërshtarë ishin Zvicra, Suedia dhe Slovenia, domethënë ekipe që kanë eksperiencë, kanë luajtur ngara të mëdha si në kampionat botëror, si në kampionat evropian. Suedia madje është edhe finalist i kampionatit botëror vitet e largta. Një përzgjedhës që ka arrit me kuptu se cilin për lojtarëve, edhe ka arrit me nxjerr më të mirën për atyre që i ka në dispozicion. Shumë ka pas ankesa për mënyrën që rreshtohet, se e vren që me 4-2-3-1 ndoshta na nuk mbrohem me qaq mirë, dhe me 3-5-2 jem shumë kompakt. Edhe kjo dëshmu, po besoj që kjo është një prej meritave ti të mëdha, edhe pastaj ardhjet e lojtarëve të ri që e kanë pasuru Kosovën në këto kualifikime. Tash ti shkëmben si trajner, se licencën. Që ky ndryshimi pe 4-2-3-1 pe lojës parë në dytën. A
sipas me u kon Chelsea suksesit, po sipas teje çka ka animu Kosovën, ku e ka animu më shumë? Defanziv, sulm, që i mur këto rezultate. Po tash, nëse shumë rezultatet, përveç se ka ndihmu shumë mbrojtje, kur dihet pas ndeshjes me Zvicrën, kemi pranu vetëm një gol. Do me thonë, bën me kuptu që mbrojtjen e ka forcu shumë, pasi që në fazën defanzive ai vesh se bëhet 5-3-2, kështu që në fazën defanzive i ka dhënë kompaktësi shumë skuadrës, po normalisht edhe në fazën ofanzive, kur dihet se dy qendërsulmues shpesh herë kanë bërë diferencën. Ato ndeshjet e fillimit Moriqi e pastaj edhe Aslani me 3 golat e tij, 2 në kampanjën kualifikuese në grupe dhe një ma vonë me Slovakin në play-off. Përveç saj, edhe me sfusha, do me thonë me ardhjen e Avdullahut, e kemi pas që ushtu kualiteti, edhe është bo një treshe me sfushës, me lejtar nivelit nalt, me 3 futbollist që luajnë kampionatin gjerman, 2 në Bundesliga dhe 1 në Bundesliga 2, por me nivel Bundesligës më i me thonë, lirisht pasi Muslia është një pej lejtarve kreativ, mos ta ma kreativi në ekipin e Kosovës. Kështu që ndryshime informacione. Po, normalisht, po, Veldin Hoxha edhe kjo kena me folë, po besoj ma vonë për lejtarë që na kanë lënë për shtypje, se pa dyshim Veldin Hoxha ka qenë njëri prej lejtarëve më të mirë të Kosovës, to kualifikuese, edhe do të më ia dhon meritat, pasi që shumë pak është folë për to dhe është përmendur. Po në përgjithësi, ndryshimi i rreshtimit ka sjell shumë pozitivitet, do të thonë në secilin repart të fushës, dhe kjo ka tregu edhe rezultatet e arritura, duke bërë që me kryna grupin pozitën e dytë me bukur shumë pikë, që në kushte normale ndoshta kishte mujt me pretendu edhe vendin e parë. Kështu që përveç kësaj ka shtu edhe një element tjetër që ndryshimi i rreshtimit e ka bo Kosovën të luajë si një njësi, domethënë si një grup i bashkuar, ku nuk janë ardhur pa vetëm aftësitë individuale, mu tentu, mu përfundu ndeshjet bazë një individit ose me prit për një futbollistit, po kemi pa që edhe golat janë shkep, domethënë kanë shënu lejtarë ndryshëm, edhe kemi qenë të rrezikshëm, domethënë nga secili pjesë e fushës, nga secili lejtar, kemi pa Vojvodën ka qenë shumë i rrezikshëm në krajin e djathtë me ndaljet e tij, kemi pa një Gallapeni që ka qenë po aq i suksesshëm sa Vojvoda, edhe me dalje përpara, po sidomos në anën defanzive e ka tregu ndeshje me 2 ndeshjet me Suedin, po e ka tregu edhe ndeshjet e play-offit. Kështu që kjo ka shërby në mënyrë pozitive dhe tashmë Kosova e ka kriju një skuadër shumë të fortë dhe një skuadër të respektuar nga jo vetëm kontinenti evropian, po buja që ka marrë për masa botërore dhe tashmë ekipin e Kosovës ose të kombëtarës Kosovës janë duke njohur gjithë. Si vlerëson Barti kampanjën e Kosovës, tham 2 fitore me Suedin, 4 pikë, fitore barazim me Slovenin, edhe ai barazimi në fund me Zvicrën, pastaj ndeshjet e play-offit, sidomos ajo fitore që mendur në Bratislav për me mritë finale. Na si popull tash njëm që jena pak euforik, Pak për shumë. Edhe kjo në humbja e parë me Zvicrën në fillim ciklit kualifikues, po besoj që ne ka pru një dëshpërim shumë të madh në mesin e tifozave, po tash kur ka përfundu këtë cikël kualifikues, muj më kthye me thonë që shqyqyr që kjo s'ka qenë e njëjta edhe te trajneri edhe te lejtarët, për shkak se me njerë pas 3 ditëve dallimi ka shumë i madh në lojën me Zvicrën edhe pastaj te fitoria me Suedin, ku aty, siç e përmendet edhe ju dy, ndodhi ndryshimi i rreshtimit që për mua ka qenë çelësi suksesit në këto kualifikuese, për shkak se me ndryshim të sistemit na ka mundsuar që ato 4 golla që i kemi psu me Zvicrën tash e tha për shkumbini që deri në vazhdim na kena psu veç 1 goll,
Pastaj këtu ka merita edhe prurjet e reja që janë, për shkak se Albioni sidomos e ka rritë cilësi jashtëzakonisht shumë në defanziv, jo vetëm për cilësi defanzive, po na ka ndihmu edhe loja ti me kam, na ka ndihmu shumë krijimin e aksioneve edhe më shmang presionit për shkak se dihet me çfarë kombëtarësh kemi lujt. Edhe si një kombëtar e re neve na ka nevojit një lojtar i kalibrit ti që lun Bundesliga, se na ndihmon më shmang të situatat e tilla. Këtu po besoj normal, ka merita të mëdha edhe për Xhesi Franco Foda, që për mu këtu kualifikuese e ka thy me thonë një met kushtimisht që e kam pos populli jon që në kombëtare lujnë privilegjohen disa emra të caktuar që unë po mendoj që këtu kualifikuese kanë lujt lojtarë që e kanë merituar për me lujt, si për shembull Ilir Krasniqi që ka marrë minuta, që e ka dëshmuar që është një lojtar shumë i mirë, për shembull Krishnek Kajrizi, që ka pos nashta minuta, nashta edhe para Fidan Alitit që është një lojtar me shumë eksperiencë. Që ka shumë eksperiencë, përgjithësi këto kualifikuese janë kanë shumë mirë, po besoj që na duhet me kanë jashtëzakonisht kënaqur edhe falenderues për ekipin, për lojtarët që e kanë dhënë maksimumin e tyre, për shkak se po e shohim që tash këto ditë pas humbjes kanë filluar edhe kritikat për trajnerin, për lojtar, e po që u gozhdu pak trajneri, po mendoj që kjo taktika fituese dhe formacioni fitues jo te Kosova, po kërkon botë, nuk ndrohet, një sistem që funksionon edhe sjell rezultat, po besoj që ai me ato duhet më vazhdu, për shkak se sistemi 5-3-2 edhe pak a shumë ky formacion me pak ndryshime, se tash edhe disa lëndime ndodhen që gjatë rrugës, e kanë detyruar mi bë disa ndryshime, si për shembull ky Elian Abdullahut, që po me Veldin Hoxhën që keni zëvendësimi detyru, edhe normalisht u ndje mungesa e tij, si e kapitenit Amir Ramoni, për shkak se ai është dihet lider i vijës mbrojtjes. Përgjithësi pra kështu e shoh një kampanjë kualifikuese shumë të mirë, nuk ka vend për dëshpërim. Unë besoj që kjo kampanjë na ka kallëzuar që Kosova shumë shpejt ka me arrit me bë realitet ëndrrën për mu kualifiku me një turnej madhor, edhe nëse vazhdojmë këtë mënyrë së bashku me përgjegjësin Franco Foda, shpresoj që në kualifikimet e ardhshme tash për kampionat evropian na përcjell fati dhe nuk kemi lëndime, pasi për shumë që ndeshjet më të rëndësishme gjithmonë po kemi një mungesë se ende nuk e kemi luksin me pas shumë emra, shumë thellësi në ekip, kështu që nëse na përcjell fati, unë besoj që ky ekip veç kam ju ngritur uria për sukses, edhe kam u bërë realitet shumë shpejt ëndra për kualifikim me një turnej madhor. Gjaft play-offi, një fitore e madhe Slovaki që ke përjetu nga afër Bratislav, me 2 rikthime edhe ndeshja finale me Turqin, një paraqitje dinjitoze, edhe pse jo me rezultatin e dëshiruar. Njerë po du te fjale e bardhë që tha fillun kritikat ndaj Fodës, unë po menoj që drejten me fol, mujnë me pas veç ata që kanë pas privilegjin me konë karrikën e ti për zgjas të Kosovës, mujnë me kritiku edhe me analizu zavendësimet, lojën, formacionin, pas jem të folë për një nivel shumë të nalt. Jem të folë për kualifikimet e Kupës të Botës, jem të folë për kundërshtar, se cilë për 5 kundërshtarëve, 3 grupit edhe 2 play-offit janë të respektum në Evropë, dhe janë si të mos kampionat evropian kanë marrin pjesë gjitha, dhe na me arrit rezultate kaq të mira me këto ekipe, tregon që ky ekip me këtë trajner u rrit, pe 18 lojëve i ka 12 fitore, 6 humbje, 6 jo fitore, po them se ka dhe barazime në këtë mes, hishat humbjen me rezultat zyrtar me Romanin, kallëzon që ky ekip ka mri rezultate shumë të mira. Edhe rritjet shpejt. Shumë shpejt, edhe kanë gjitë mos harrojmë ligën B të kombeve për ligën C. është në ranglistë rekord, në ranglistë FIFA. Po, 78 në aktualisht, po. Me thonë, ky ekip këtë vit edhe të kalumin i ka dhënë disë suksese vendit tonë. Për që ata dhe kritikat kërë bëhen, u dush kështu, u duft ashtu, du të mi marë pak, edhe fansat mi marë pak me rezervë, ka plot që qojnë ujë ku dojnë, do kritika i bojnë për karrik të opinionistit, do kritika i bojnë për do vjusa, po Kosova s'ka pas kur për zgjas më të mirë. Kur asnjëherë.
As rezultate më të mira. As po, veç për zet më të mirë nuk ka pas kurrë. Domethënë, ne e kam thonë edhe ditë në emision, në mendoj që kthesa e kësaj Kosovës ka ndodhur në kualifikimet e kaluara të Ligës të Kombeve kur humbin 3-0 në shtëpi me Rumanisë, edhe 3 lojtar kryesor, për kryesorëve që nkondej atëherë. Ta pastaj tregon koha që Zhegrova pësën dëmtimi nuk lu një vjetë me Lillin. Zhegrova, Muslia dhe Aromuriqi suspendohen dhe largon për tubimit. Ato e vendos disiplinën dhe limitet, që ka zënë që këto keni me ardhe dhe me bo punën e juve. Nuk keni të ardhe me më knaqe me dalë në diskoteka, për një të ardhe me përfaqësu një shtetë, nashta më hajeriu me ma pak se 2 milion banor, po këtë që është, do të përfaqësim dinitoz, sepse një të e bartë fanelën e shtetit. Dhe mënoj që kjo u konë këthime dhe pe asoj loje Kosova vazhdon me fitore, atë barazimin në Rumani, me ato problemet, e fiton play-offin, humbja me Zvicrën që vjen edhe për shkak të faktorit që na jena në stadium ma shumë se Zvicran, një entuziazëm i teprum, edhe kjo, edhe veç edhe që kjo i ka me të fudës me kontrolu, edhe po besoj që sukseset kanë me konë ma të moja. Shkojmë të loja në Slovaki. Na kena po shef me në rast Slovakia. Keti na konë pajtimit në zyre, na që e këshyrën futbolin qaqë sot dina, që Slovakia për i kundështarve me barabarta, me mira, ma që mujna me lu futbol me ta, mi shfoqa fëci tona. Isha në Bratislav, një qytet jashtëzakonshëm bashkë me operatorin Korab Bosha dhe kolegën Romak Zeqiri, e kena kalu 2 ditë jashtëzakonshme, një qytet shumë i mirë, shumë i kpretës, që na ka befasu se na shku me atë idenë që nuk na nje dhe kanë mu stilë si Rumania pëzojna, se dhe pse pjesa me mo dhe Rumanis, qytetarët e thjesht nuk kanë asnjë urrëtie për Kosovë, janë një tifozëve që kanë binjakze me grupet sërbe tifozë. Po prej momentit që kena mëri, deri në momentin që na largu një dhejtshe Slovakis, sidomos pritja në stadium, e jashtëzakonshme shku na se kep një orë para konferencës, na akomodun du zyrtari për media, na priti thot këto mëne me hidhe me këshyr fushën, na shtini 5 minuta, me pa dhe pse si shkoha, pesh me këshyr ku luhet, në më donë na priti qaq mirë. U këthy konferenca o majtë ditën e partë lojës, ato 15 minuta të inqizime që i bojna zakonisht na mediat edhe na materialin tonë për telegrafin e prodhum ato. Ditën e lojës e njëjta pritje me pije, me ushqime që në shumë vene nuk e bojnë, ata e këshim bo, karikat e rezervume për gazetar, kush e ndjek e ftoftin më i keme hi mrena me për cilë tavolinat këtë kushtet ato dhejtshe, edhe ato, po dhe mas ndeshjes na urun, na përgëzun, thanë në masi nas po shkoj, na shpresoj me shkoj jo se ka me konë eksperiencë jashtëzakonshme, na jena konë, tha, a ideali njën e pedjeve që ndimoj ke mediat. Me thoni, kjo për pjesën e Slovakis lojës. Para lojës. Për loj, bindu një nakon keq ato që nga konë edhe pse pjesa e parë kërë 2 menja që kena me fitu. Nuk e di pse, i morëm 2 gola prej 2 ndërprerjeve, njëna për jonës majt, njëna për jonës djath. Po ekipi lujke e shumë kërkus e dhejke fitore me gjë kosht edhe prodhejke. Kjo është një pesena që më ka pëlqy këto kualifikuzet Kosovës e i ka ra që shtë ndëndesh që mos me mujt me shpërthyje, me hu për raste, po nuk u dërzu asne, dhe ka vazhdu me kërku golën edhe ja ka rritë si me, për shemë me Suedinë kena jepi, kena mbrojt rezultatin shumë mirë, me Slovenin jashtë, dhe në fund kena luftu me marrë fitoren, me Zvicrën 1-0 na kanë të hup, kena sulmu qash shumë deja, kena barazu, dhe me thonë një edishëm, na e nike dyqysh zemra krejtve që kjo andër që të nuk përfundon, kena me lujt edhe në lujnë Fadil Vokri, e mos folëm për pjesën e dytë, do me thonë vjen momenti i gollit Fisnikason, momentin ma të mirë, nëse të shkën disë avantaj mas pjesës parë është mirë me shënu 10-15 minutat e parë me barazu rezultatin,
u barazu edhe Perla Muslis, Pegu Paullit edhe Krishne Kajrizit ajo gol edhe festë jashtëzakonshme. Edhe me bindje që po vina në Kosovë edhe kena me lu një finale, me thonë finale që të thojnë ketë pa morë parasysh që është cilësia, ku është finale ndeshje e rëndësishme ketë shkrien edhe gjasat jesin gati 50-50 edhe loja e kallzoi këto. Mënoj hiq që thamë pjesën e entuziazmit që edhe lojtarët e ndjen, fola me një futbollist profesionist, një 2 lunë në Bullgari, tha lojtarët e ndjejnë. Unë tha, kisha pas që këlloj mu lu jashtë. Tha se është ma e zëllu me ekipa, se mrena. Tha se ndjejnë entuziazmin edhe marrin, nuk i kontrollojnë emocionet. Tha, na jem qështu, tha, zotin a ka kriju që e kem gjakon qështu. Tha dhe barë dhe pak jem shumë. Edhe a i tha, po menoj pak fillim të shia nështë ta mundu me bo diçka, pjesën e parë e kontrollum shumë mirë dhe rrezikum. Më thonë, që shëllash merët 3 centimetra, mos të kesh prejk me gishta, ose edhe ma se prejke të shtyllën pak ma poshtë, rëke. Po plus edhe rasti Moriqit, pëjto me thymë, zakonisht. Edhe po besoj që ato, unë e menoj, që t'i shkon ai ekip maj madh, se na jem të vogël, jem të urrit, po jem të vogël. Po, pa përvoj. E kish këshyr varin me lup. Pse ato ka kontakt, Ismail Juksek e prek Moriqin, po besoj që me naj ndeshje kulun Italia, Anglia, Gjermania, Franca, ish këshyra i rast shumë detajisht. Dhe se e kanë te kalu, me këshyra kanë këshyr, po. E kanë te kalu. Se sa për informat vari ka bo. Ja, ka bo se po, të ishe. Benar vari bën klinen, Malishev, e s'po bën kësi ndeshje, shumë të rësishme ku. Edhe të ndërhyri Albiana Ajdorit, e disa referi ka morë, po, direktiva be vari. E kufje, edhe ka vazhdu ndeshje. I shumë dhe lafe që shtë nëna për emisione, se tani krejt, kur kanë gjarët moja, ketë kthejen edhe foljen për futboll edhe pse kanë primare futbollin në jetën e tyre, që kem na për shembull që kem profesion. Jo s'ka punu kjo, jo ka punu ai, jo ky nuk e bën ç'të se pasoj, jo ai. Ja se kanë vadit barin. Jo, po, jo, ne zhegrova 4-2-3, ne, domethënë këtë kështu edhe në fund del edhe dikush edhe e ofendon edhe kapitenin, që unë mendoj që është sinonim i Kosovës, është lojtari më i mirë në historitë të Kosovës, është legjend, më hale lun, po është legjend, është gollashenuesi më i mirë, do ka golla gjys golle për ndeshje, një shifër jashtëzakonshme. Vedat Moriqin, një lojtar që karrierën e tij e ka arrit të luftu pe ligës 2, domethënë lunë Kosovë, shkon Shqipni, ligën e 2 Turqisë, rritet, shkon te gjigante Fenerbahçe, Lazio, Major është gollashenuesi 2 më i mirë La Liga Spanjës, edhe del dikush ato sot, ka beden kështu, ashtu. E kod, shqiptarët, po, kulmi, për një lojtar që ka dhënë gjithçka ka dhënë për këtë fanellë, edhe unë thash është simbol i Kosovës. Nëse e paraftyron sportin e Kosovës, i kem judist që janë me medale olimpike. Nëse kujton futbollin kështu e menon, e ki Vedat Moriqin, nuk e di çfarë lojtari tjetër me të rënë men për këtë Kosovë. Normal i kanë meritat e tij edhe Ramoni, Rashica që janë shumë më të pit fillimit. Zhegrova, normalisht se kanë mos më vështirë me dal për këtu. Po nëse është një simbol që ka arrit vet me kond veta ditë pas dite edhe ka pru Kosovën këto nivele, është Vedat Moriqi. Plus asaj është një njeri shumë pozitiv, shumë i dashtën, lojtarët e Kosovës e dojnë krejt, e ka trajtimin që është mirë ndaj lojtarëve të ri, që i bojnë me dashtë të bimet, ata me onë të bime me qef, pse i kanë një kapiten, një zëvendës kapiten, lojtarët që njën si senator, i kanë shumë të mirë edhe silën shumë mirë me ta, dhe kemi pa edhe në deklarata sa shumë i ka motivu edhe fundjavës në Kaslani, a i ka thonë vetë kë ka me konë lojtari
Mi thënë që mi thënë rekordet, edhe domethënë nuk e as Se xhelozon se asnjë shes tro, si asnjë rival. tro, Po. domethënë, për çata po them. Që kështu ajo ndeshje po kthehen atë ndeshja nivelit teknik nashta i Turqisë është më i mirë se joni, ka 2-3 lojtarë që teknikisht janë shumë të mirë edhe ajo lëvizje Kenan Yıldızit që bjen topi nga qendra buni nashta diferencën. Po një lojë shumë e mirë e lojtarëve tanë, është finale dhe nashta njerëzit presin që na mi kriju 20 raste, nuk mundesh. Po, normal. Nuk mundesh mi kriju 20 raste, domethënë zakonisht kështu përfundojnë. E po edhe Bosnia, Italia, 1-0 i kush, 1-1 në vazhdime, domethënë. Po, e buni kartoni kush diferencën se nuk është Shqipëria ishin shumë raste. Domethënë e sheh që këtu pastaj atmosfera në stadium ndoshta tifosët duhet me konë ma të zhëmshëm. Kjo është një pjesë e vërtet. Mi dhon ekipit ma shumë zemër. Po këtë kjo është pjesë e mësimit që jem të e marrë edhe të i bo hapat. Mos të harrojmë na që 10 vjet jemi pranu. Po. Dhe sot jemi një kombëtar e respektume në Evropë dhe shtash kombini këtë shtetet e botës kanë shkruar për mundësinë tonë që me kanë botror. Një finale e humbur, të mërzitun po Kosova ka ekip që me pretendu të ardhmen hiç ma largë se kampionatin Evropian. Po, shpresojmë edhe unë besoj shumë maksimalisht që një të ardhme të afërt shumë shpejt do të arri Kosova një kualifikim, sidomos në Evropian kur dihet që rruga është pak më e lehtë, edhe plus asoj ndihmohet edhe nga kualifikuesit ose këtu nga ndeshjet e ligës të kombëll, kështu që po besoj që ka rrugë pak më të lehtë për më kualifiku në Evropian. Asoj përka ndeshjeve të play-offit, në për dallim pe Juve e kum po nga televizori, po emocionet po besoj që kanë qenë njëjta si ju që keni qenë pranë shumë stadium. Normalisht ai golli hershëm na dëshpëroi pak edhe na boni mu një pak ma të rezervuar, po brenda 2 apo 3 minutave kur e pom që sa me qetësi e morrën edhe fillun me shtre lojën lojtarët e Kosovës, po besoj gjithë u relaksum pak edhe u ndim ma pozitiv që ky gol nuk do me thonë sen edhe na kena ardhur me luftu deri në fund me arrit fitoren, cilën edhe arritëm. Thonë reagimi i skuadrës kej i një niveli shumë nalë, do me thonë tregun maturi, qetësi, vazhdon me zhvillu lojën edhe taktikën edhe direktivat e trajnerit. Nuk bën gabime mo, përveç po besoj edhe te golli i dytë ka pak ai gabim, pasi që është vrejt edhe nga televizori që gjatë gjithë kohës Foda ka kërku që mu shmon këtu goditjet standarde ose këtu ndërhyrjet ofër zonës ose këtu ansore që shërë golli i parë, që shpesh edhe i kanë shmong, se pa i shumë që shumë të rezervu më rrishin ndërhyrje, pasi që edhe fusha ishe e lagur, që bëjke më i shumë e pos shumë gabi me shkaku i terenit, gjo që si bënën, përveç edhe ati ndërhyrjes dytë kura golli, paraqitja ke briljante, rezultati normalisht edhe ma i mirë, që që nga gëzoj 4 golla me një play-off dhe një ndeshje në udhëtim, ke kulmi dhe veç se shtoj entuziazmin për këndeshjen finale, cilën e dinim që kenim me pri Turkin në Fadil Vokri dhe gjithë shka ka me fillu prej 0 ose 50-50 me gjasat barabarta. Ndeshja finale përmend që entuziazmi ka shumë i madh, po e vërtet, pasi që është rezultati më i madh që kena arrit si kombëtare, do me thonë asnjëherë nuk kemi qenë më afër një eventi si kampionati evropian ose kampionati botëror, kështu që domosdoshmërisht entuziazmi edhe euforia u dosh me qenë e lartë. Kjo ka ndiku normalisht te lojtarët, po nuk ka pas qyrë ndryshe, na e pom që edhe te Turqia kanë qenë shumë të rezervum, e kemi përcjell na si medium do me konferenca, me deklarata edhe
pas fitores ty ndaj Rumanisë, po edhe kur erdhën në Prishtinë, si Montella, si kapiteni Çalhanoğlu, domethënë kanë qenë shumë të rezervuar pasi që e kanë respektu jashtëzakonisht shumë kombëtarën e Kosovës, shkoku i cilësisë, sidomos i skuadër. Asnjëherë nuk janë nolë asnjëni, edhe pse përmendën emra që i njohim, por gjithë thanë që rreziqi vjen si skuadër. Edhe ndeshja finale, sipas mendimit tim, është luajtur mjaft mirë, pasi që tha edhe Lavdimi, këto ndeshje finale nuk të lejojnë mu kriju 10 raste apo 20, zakonisht edhe shumë shpesh vendosën vetëm nga një rast ose një gjysmë rast, qysh edhe ndodhi, domethënë golli i Turqisë, ndoshta edhe 10 herë me provu, s'kishin mujt me dhënë gol. Ajo goditje e dopte Kokgjus, edhe vjen Aktürkoğlu e nxan topin Në fishtin rreth. po, na e patëm raste që i përmenëm ajo goditja e Fisnik Aslanit, patëm edhe një rast tjetër kur Fisnik Aslani tentoi me gjetë zonë Muriqin, tani edhe disa goditje në pjesën e dytë me Muslin Aslanin, po fati nuk ishte në anën tonë, po besoj që gjitha kanë qenë përgatitura mirë, se dihet që na nuk kemi mujt me tentu me dominu Turkin e me provu me bu 90 minuta presion, se deshtëm apo s'deshtëm niveli skuadrës Turkisë është pak ma i nalë, sidomos në anën e cilësisë, i përmenëm 3-4 emra si Yıldız, Güler, Çalhanoğlu, po edhe tjerë normalisht. Kështu që hynën si të barabart, luftun deri në fund, fati nuk e me neve, një humbje që na dëshproj, por asesi të na dërzoj, pasi objektivi i radhës është tash Liga e Kombeve dhe qysh e tha edhe Lavda, kualifikimi në një event të madhor, ndoshta të radhës Euro 2028, do të bëhet i mundur nëse vazhdojmë me këtë formë, me këtë skuadër, me këtë shpirt dhe normalisht me përkrajen e madhe të gjithë tifozëve gjatë që u po këto kualifikime si brenda Kosovës, pozitivja ke edhe brenda edhe nga troje tjera shqiptare nga Shqipëria, po edhe Ilirida dhe Lugina kemi po jashtëzakonisht që kanë ardhur për kraje. Shqiptarët e diasporës mos flasim, sa herë luajmë ndeshje jashtë janë numër të madh, kështu që me përkrajen e gjithë shqiptarëve edhe për kombëtarën e Kosovës, me përkrajen e institucioneve dhe përmirësimin e kushteve, po besoj që sukseset janë të garantume dhe atë na fat shumë të afërt. Unë pa u fut në analizë lojës me Slovakin, njerë kisha dash me përmend faktorin tifoz, që te Kosova është gjithmonë i pranishëm, po këtë cikël kualifikues, ajo që e ka marrë vëmendjen sidomos edhe të mediave evropiane është numri i madh prezant i tifozave të Kosovës ndeshjet si musafir. E kena pa përpjekjen e Federatës Slovakisë që me ndërmarrë këtë mekanizma që me pas në veç numri që na takon i biletave për ndeshjen me Slovakin, po prap nuk ja kanë arrit. Unë besoj që kjo i ka bë me dejtar që me u nisin shpe edhe ndeshjet ku na kena lu si musafir. Kurse saj për këtë lojës e tham, ai golli hershëm na ka jep pak një dëshpërim, po gjatë lojës me kalimin e kohës Kosova ka tregu që në asnjë moment nuk dorëzohet, edhe na ka jep atë besimin që ky rezultat ka mu kthy, që është edhe Lavdimi që edhe ata gazetarë të Kosovës që kanë qenë pranishëm stadium e kanë dje rikthimin. Saj për këtë lojës finale me Turqinë, e dim në entuziazmi u konë shumë i madh, nashta shumë më i madh se që duhet. Do marr parasysh që kena lu me një ekip që është i 22-ti në botë, po mendoj që në kushtet cilat jena kanë kena bu maksimumin, për shkak se i përmendëm lojtarët kryesorë, mendoj që për shembull lojtarë si Güler, Çalhanoğlu, po besoj kanë bu maksimumin, edhe këta nuk është që kanë pas një impakt shumë të madh në lojë. Tash normal Yıldız dihet, tash me qenë gjithçka perfekt, po besoj na se shumë kanë kupën e botës. Çka nuk më pëlqen është kritikat e shumta dhe pa venda që janë bëma në lojës prej anës tifozave krejtve, po shkak se nuk besoj që nuk besoj që janë tifoza, ata janë
entuziast Po, momentit. ose edhe tifozat suksese. Po jo, ata besoj që kanë po që Kosova pas ka me mujt me shku kupën e botës, garantoj që shumë betynë si kanë këshillojt e grupeve hiq. Veç që kanë po që në Facebook, në Instagram edhe në TikTok, video, fotografi, kanë thonë, edhe ju ka rritë entuziazmi atë për ato, edhe kanë thonë, hajde të këshyrëm, valla që kjo ka i keq, kjo i mirë. Në më thonë, si njojnë asë lejtarit. Erë që vujnë për vëmendje ma shumë. Për shembull kur kritikohet Foda, unë veç e kisha përmend rastin kur ai e refuzon pak para fillimit ciklit kualifikues, refuzon një ofertë të majme prej Arabi Saudite, ku tash yjet e futbollit botëror nuk pi refuzojnë, që kanë kushte jashtëzakonisht mira. E tash na nëse i shikon vend Fodës, po besoj që secili prej neve me shumë gjosa nashta edhe e kish pranu, po kjo e kallzon respektin edhe besimin që e ka kriju Foda me neve si popull, edhe vetë kur e tha mas lojës që une nuk kam plan mu largu pe Kosovës për shkak se jam lidh me këtë vend. Pastaj edhe Muriqin, që e kena po që u gozhdu shumë prej disa personave, përveç asaj që tham që e përmendi lavdimi për statistikat e tij, unë isha nal edhe te marketingu, për shkak se kena po që media prestigjioze spanjolle si Marca kanë çu gazetar të posaçëm morën me përcjell ndeshjen, diçka që nuk po besoj që kishin e mundur. Dhe live e kanë mojnë të faqe lojen. Kjo do me thonë e dim, kur jena përbol me Spanjën, çfarë probleme kena pas me fosnot, jo emri, jo flamuri. Kjo do me thonë është një shtysë madhe se tash edhe bota po na njeh, jo veç për shkak të rezultateve, po edhe për shkak të suksesit lojtarëve tonë në Evropë. Në këtë rast Muriqit te Spanja, e përmenda Muriqin për shkak se ky është ai që u gozhdu pak ma shumë prej tjerëve, nashta edhe shkaku që kapiten, tash këtë përgjegjësia, këtë barra fajit në atë aspekt thojza, për shkak se nuk besoj që dikush është fajtor për këtë rast, për shkak se na e kena diskutu para lojës që në këtë lojë nuk kam u vendos fituesi me një aksion të mirëfillt, po kam u vendos për një detajeve, për një gabimi ose diçka, që na përmenëm që ai aksioni te golla e Turqisë ke një gjysmë rasti, kur nëse e shikojmë lojën, tamam më raste 100% i kemi kriju na, rasti Aslanit, që ke ajo ma shumë edhe merite për tjerit, për shkak se ajo pritje me një ditë tjetër të zakonshme nashta edhe nuk përfundon rjetë. Përfundon rjetë, edhe rasti Muriqit, topi i kthym zonë zakonisht është edhe atë nuk patën fat. Pastaj në pjesën e dytë Turqia po besoj u mbrojt pak ma shumë, se pat atë komoditetin e rezultatit edhe dishën që tash presioni ka lënë te na. Në pjesën e dytë i patëm edhe në pjesën e dytë disa raste, Astane ka pas edhe një mundësi shumë të mirë, që ai ka po maksimumi, po prap për tjeri atë intervenoj. Edhe Muslia në goditja 16-shit, po besoj që lejtarët e kanë bo maksimumin për atë sa kanë pas mundësi, edhe ma shumë se zhgënjem ka hapësirë për mu gëzu, për shkak se kena një gjenerat futbolistave shumë të mirë, për shkak se nashta kur jemi eliminu për Macedonisë Veriut, shumë e kanë pas atë përshtypjen që tash kjo gjenerat Rashica, Muriqi, Zeneli, po plakën edhe tash mos kena me mund, po kërkush se ka parashiku që kanë me ardhë nashta 6 vite ma vonë do lejtarë si Fisnik Aslani, Lian Abdullahu, Albian Hajdari, Veldin Hoxha që kanë me bort Dian Gallapeni, që Dian Gallapeni pra për shumë për Superligës me arrit me pas këtë ndikim kombëtar është diçka jashtëzakonshme. Kështu që unë e kisha përmbyll me një mesazh për krejt tifozat që me përkra kombëtarën maksimum, se nuk ka hapësirë për dëshpërim, tash në shtator vi ndeshjet e Ligës Kombeve, prap do të me entuziazmin e njëjtë, me pasionin e njëjtë me i përkra, për shkak se suksesi nuk ka me mungu. E vërtet. Unë e kisha shtu diçka Turqia, mënyrë që ka shtru lojën, dhe me thonë me Zeki Çeliknonën e djathtë, Ozan Kabak, Abdulkerim Bardak, që dhe me thonë ka tregu që këta përveç mbrojtësit të majtë, i cili dihet për pjesën e ofensivë, është shumë i mirë Ferdi Kadolo i Brightonit. Edhe rikthimi informacion si kapitenit Beşiktaşit, Kokçu, domethënë ka keqen e Barış Alper. Po, ka kallzu kujdes të jashtëzakonshëm. Domethënë Turqia u hinki ndeshjen mos me marr gol. Domethënë të e ditë kualitetin që ka përpara, që diçka ka mi sjell. Domethënë i ka pas lojtar që si që Gyleri, një për talenta më të plaj botës së futbollit sot, pa del vokre ke një për lojtarëve më adopt dy ekipave. Po. Realisht,
Gallapini. Po zhurmagji esha. Se Sa farka ne ka bo. Nështë në Real Madrid s'ko dënë me bozhurën për tjerëve, po këtë shumë zhurmagji. Shumë na ka zhurmagji. Shumë edhe qatë lojës edhe mas përfundimit lojës. Po, si star ai. Po, edhe gollën e dha lejtori më i dëm fushike, realisht. Ai në pjesën e parë nuk bëni kur gjë, edhe u zavendësui pari. Ato e ka shtimi sulmu që është linjat me më mënu me dhënë Kosovën si gjysmë kundër sulmi top i vjedhën mes të fushës edhe me pasute ai, po mbrojtja ke shumë e mirë, hiç atë rast që domethënë Yıldizë sot është lejtari i dytë me driblime më shumë të kompletuar në Evropë mas Xhamallit në Barcelona. Kundër cilësisë shumë pak i kena kriju përshim. Na i gabim, na shtam pasim që ka ndodhur aksioni i Turqisë për ndryshe nuk ka pas një aksion të mirëfillt që po. Unë një analizë që akum bo, nashta i kum hin hak pak për tjetë Turqisë, më thonë nuk është një ove pika të forta, ishtë për pika më të forta. Unë të më thonë e ka ble shtrejt Galatasaray. 30 milion euro e ka ble, 33, diçka që është e ka ble, në Trabzon ka mbrojt mirë, po nga loti ka pas do ndeshje, po kina e këshyra ndeshjet e fundit këtë kish pas me paraqitje të mira. Më thonë është Turqit po thonë që koku në është apiko është Ezbersi s'kam pas për tjerë matë mirë. E vërtet. Edhe 2 zgjatjet ose paradat me thonë që i ka bu në goditjet e Aslanit, 2 atë kanë qenë nivelit botërore. E vërtet. Sidomos e para ajo goditja në 3 kanë kansh. Plus tash që u raportu që edhe në lojën me Kosovën ka mbrojt me probleme shëndetësore, për shkak se sot një medium turk tha që me një mas përfundimin ndeshjes, ai u dërgu në spital për tretman mjekësor për shkak se kish pas një virus. Kjo domethënë e bën edhe më jashtëzakonshme me thonë atë paraqitjen që e pat kundër neve, që ke fatkeqësi për neve në këtë rast. Ishte ku ndeshje që u dosht me dhoni 100% edhe me disa dhimbje, me disa. E vërtet. Tash Turqia shkon botëror pe vitit 2002 sukon. Ata se përmenin a kanë shqyrin për arsye politike, sa është lejtari më i madh i kombëtarës të Turqisë në herë. Pe asoj gjenerate që është thamë Rështyr Hakan Shqykyr, Hasan Shash, Emre, Ilderaj Bashtyrk, dhe më në kam pas Alper në qendër mbrojtës, Bülent, një tjetër. Bülent Korkmaz. Me Davalla, dhe më e kam pas një ekip shumë të mirë, edhe për konsideroj që kjo është ekipa e dytë me mirë në histori tynë. Dhe na kena hup finalen për ekipës dytë në histori më të mirë të Turqisë. Ata e fitojnë medaljen e Brazë Zgabovsha, dhe në tretë. Dhe në gjysmë finale, a kanë fitu tani për vend e tretë. Tretë. Nuk se kujtohet as më mirë. Doke që kanë fitu me një gol të kanë Shqykyrit kundër Korese kanë fitu, më Zgabovsha. Se finale shkojnë Gjermania me Brazilin. Fiton Brazili 2-0. Na e njohëm me shkubin e qagjerat se neve në këtë luftës në karon Turki me konë. Edhe pe asoj kohë në kamet Turqia në ka prit jashtëzakonisht mirë, në net një 4 muaj atje në kohën e luftës, në kam prit shumë mirë, që ajo pankorta që kenë shesh, ke shumë e mirë, në besoj që na kem marrëdhënie shumë mirë, na e na shku me ide tjera për Turqinë që kena mësu, që ashtu që Turqia në pritje jashtëzakonshme kanë haldu shumë dashnit molle për neve ato 4 muaj. Na kena vazhdu me përcjell futbollin turk, kjo pa të bëti tifoz me Galatasaray në Fenerbahçen dhe vazhdojna me përcjell edhe sot. Kemi rivalitet. Interesant në nashtis. Rivalitetit që kemi më të fort në Itali. Po. Kemi edhe këto në Turqi me 2 ekipe. Edhe është e vërtet që kjo ekip që kanë tash, domethënë shumica për lojtarëve janë rritë në Evropë, si Hakoni me Kenan në Gjermani, Kipria tjerë, Ozan Kabaki është që ashtu, Ferdi Kadiolli është, domethënë e kanë ekipin njëjtë si na, domethënë është një miksi futbollistëve vendor me ata diasporës, ata kanë një diasporë shumë të fuqishme, po folën për një shtet me 80 milion banor. Domethënë tash me mujt kishu pas qef krejt, që mos me mujt ata, 5 javë, na veden edhe me shkuna në botëror, po për kuna ke hup për një gjeneratës që i këshësha deklaratat mas lojës, ata që ne kena boj histori, na jem ekip historike, dyta që përshkon e ty një kampionat botëror, dhe me thonë, ata e kanë pas njëtin
Plus ekipën me ma shumë përvojë kanë pas. Po, ma shumë përvojë se në Evropian kanë në çerek finale. Ka lu rundën dhe shumë trenta në kampionat evropian ata. Se sidomos ato pasimet ose qarkullimin e tupës mes fushë e bëjshin shumë sigurt. Hakoni me Kokçun po edhe me Yüksek, Ismail Yüksek do me thonë. Shtoj asoj edhe kur o afroj ke Arda me Yıldız'in, do me thonë në pasime, në qarkullime, kjo bëj ke që me konë sigurt edhe ata. Po na u kanë friksu. Unë besoj që janë friksu se për ta u konë humbje ma modhe, kanë lu me shumë rezerva, edhe po më sidomos 20 minutat e fundit, nuk lasë sulmusi që këthaj një 5-4-1, edhe me, do me thonë, përveç që i boni 5 mbrojtësa, i dy fishej 2 kratë. U doll për i vetës, me Spanjën ka lu në sulm këta. Kanë u bliloj 6-0 grupe, ama këta i kanë kriju dhe të raste mas pakte. Kanë mujtë me pas shumë gola, bile 20 minutat e parë Turqia lunë ma mirë, i kryon shumë raste Spanjës, edhe jashtë shkën lunë 2-2, dhe me thonë këta janë ndalë, në qëto 2 lojt e play-offet janë ndalë pak për vetës, për sistemi që shtuj. Edhe në Evropian kanë lujtë që ashtu, kryo raste, merë gola, jep gola, dhe me thonë, këta lujnë futbol ma emocionus, dhe me thonë, edhe me Rumanin, po sidomos me neve janë konë shumë të rezervum. Shkombine që pa thët janë friksu, mas lojës Gylleri thët, minutat e fundit kundër Kosovës më kanë dukt përjetshme tash. Nuk rritë një lejtar, që lunë të Real Madrid. Minutat kundër Kosovës, minutat e fundit më kanë dukt përjetshme. Që është një sen pozitiv, jo prej lojës, po ka pas tentime për me përqa, me thonë që u fishlu himni, jo s'ka pas pritjet mirë, po në menej që këto e kanë lujt një rol shumë të mirë, edhe kanë kallzu respekt gazetar turk, për shkak se ata i kanë kritikuar edhe disa lejtarë futbollistëve Turqisë. Për shembull Abdulkerim Bartakçi mas lojës thotë, Turku nuk e ka asnjë me tjetër përveç turkut, edhe këto thotë që kishe me Kosovën ai na shtet vllazëror, domethënë kena raportet e mira edhe këta s'na pritën mirë. Shumë gazetarë kanë publiku fotografi, video, shumë prej tyre kanë edhe në mesin e tifozave të Kosovës, se kanë përcjell ndeshjen, po krejt thonë që kena kalu shumë mirë. Edhe nuk e kena pas asnjë vërejtje. Himni sidomos nuk ju ka fshly hesh, nashta ka pas individat caktuar. Ajo ndodh çdo stadium besoj. E njëjta kish ndodhur edhe në Turqi. Ja, unë nuk besoj që duft edhe ata që kanë fshly me fshly. Turqia po tash në turm del ndonjë Jo, normal që dalin që komentojnë për lejtar ton, që i shohin dalin lejtari jonë tash lemo kundërshtari. Po ndodhen këto sene në futbol, me rëndësi asë një incident, asë një siguria ka qenë ka një mendim, hajde, thuj kry. Po, do me thonë siguria a nivel, gjithë shka ka shku në regull, normal pengu i kualifikimit mbetet, po me kokën lartë krenar për paraqitjen e ekipit edhe, do me thonë, na ka dhonë gjësi pozitive që në tarmën e afër suksesi është i garantum. Po, qa do shta mundërlidhone me qenë se po besoj që rikapitulum paket pjesën e kualifikusëve dhe të play-offit, do shta me përbend emrat që më kanë lunë për shtypje, do me thonë 3 emrat në këto kualifikuse, 6 ndeshjet kualifikuse dhe 2 të play-offit, për jashtë e përmendëm që gjithë ekipa ka qenë mos tem për 10 që për 9.5, kanë qenë gjithë, do me thonë edhe ata nështë që se kanë morë asë 1 minut, shkoku i atmosferës, shkoku i do më thonë që janë nisi grup, të bën me pas përshtypje pozitive, po 3 futbollistë që më kanë lënë mas shumë të përshtypje kanë qenë normalisht Fistik Aslani, një sulmues i kalibrit botëror, do më thonë një sulmues që spaku minimum edhe 10 vjet e kem të garantum, po vijen e sulmit me ta, ka qenë Dion Gallapeni një lojtar që po besoj që ka befasu gjithë, pasi që e dim që ende nuk i ka mbush një vjetë që u largu nga Prishtina, më thonë i ka vetëm 6-7 muj, nga Superliga shkon në Poloni, njëre bën një trampolin të një klub që është në pjesën e poshtme tabelës dhe në janar transferohet me një klub që i pretendon garat evropiane dhe titullin kampion, po aq shpejt e rrit nivelin e lojës edhe lunë ato ndeshjet, sidomos me Suedin, një Antoni Elanga e një Viktor Gyökeres që i bën mos mu do kesën fush, po edhe me Slovakin, edhe tash me Turqin shpesh e kemi po me Gyllerin duele, nuk ka qenë i dytë emër që më ka
befasu për të mirë, normalisht unë i kum ditë cilësitë e tij edhe Po, pasi që keni parë shumë kampionat Kosovës, edhe më vjen mirë që ka bu këtë rritje kaq shpejt. Ndërsa emri i tretë që nuk bën pa përmend, edhe pse me paraqitje ju startu se ndeshjet e para, por borra e zëvendësimit Abdullahut ka rombi mbi Veldin Hoxhët, edhe e thash edhe më herët, ndoshta nuk i ka marrë ato që i ka meritu, do me thonë duartrokitjet ose lavdatat që i ka meritu, për mu ka qenë njërin nga 3 futbollistët që kanë shkëlqyer dhe kanë qenë barra kryesore e ekipit, sidomos ato ndeshjet ku ka lujt, ndeshjen me Slovakin që e bën atë gollën për një rikthim që dul me qenë vendimtar, edhe ndeshjen atë ditë ndaj Turqisë, një motor i pa lodhur i mes fushës. Këta dy janë emra të fitum, po. më thonë për të ardhmen, edhe Fisnik Aslani si ylli i arshëm i skuadrës, pa dosht mi hek edhe emra tjerë që kanë posë paraqitje pozitive. Si Vojvoda, ata janë të konfirmuar. Normal, të konfirmuar. Vojvoda, Muriqi, Po këta të re janë lojtarë që janë konfirmuar. Edhe aro. po, normalisht. Pajtora me Shkumbinin që ta emra janë që kanë pas paraqitje shumë të mira, unë e kisha ndryshu prej kësaj listës Shkumbinit veç 2 lojtarë, jo për shkak se këta kanë qenë më të mirë se këta ose kundërta, po që mu më kanë bërë përshtypje më shumë, domethënë Dion Gallapeni se veç e përmendi Shkumbinin çfarë paraqitje ka pas, Florent Muslija, që pavarësisht nashta ndeshjen e fundit me Turqinë ka mujt jo veçaj po krejt nashta, po tash edhe aspekte emocionale këtu veç se i kena përmend më herët, edhe Kreshnik Hajrizi, që Kreshnik Hajrizi nuk ka qenë startues ose nuk ka aktivizuar krejt ndeshjet e ciklit kualifikues. Ai është paraqit me Suedin si titullar në tem, ka lujt me Slovakin edhe tash në lojën e fundit me Turqinë, që unë po besoj që një lojtar që u ardh jo me shumë bujt madhe prej kampionatit Zvicrës u ardh këtu te Kosova, që për mu ka pas paraqitje shumë të mira dhe është një lojtar që siç tha Bimza, Kosova ka fituar edhe për tashmen edhe për të ardhmen. Unë e shtin listë edhe Albian Hajdalin edhe Lumbard Dellovën, 2 mbrojtësa që u menoj që janë 2 shtyllat të ekipit, janë shumë mirë me kom, që në animon neve me lujt në ofanziv, këtë pajtona me nga që thatë që, dhe me në këtë që ashtu është, Normal. po dhe këtë një dyve du mja ullon me rizat, janë shumë mirë me kom, janë agresiv kur dhëtë me kon, me një përzojna me Ramonin në mes ty në ekipi mundet me sulmu ma lirshëm, me kryu ma lirshëm, është sidomos ky unë ka bo përshtypje shumë, Dellovën e këna njoft, i kanë tiparët e njëta dhe gjakun e nëzejt e kanë dytë edhe e shtin kryt ku s'do, dhe me thonë lejtarë që nuk ta edhojnë atomin e fundit dhe nuk të rheqen kur, dhe me thonë edhe ky është i njëjti tipari lejtarit, ashtë mos folëm lunë në Hoffenheim Bundesliga dhe atje e ka gjetë vetën shumë mirë me Leonin edhe me Fisnikin, po është një mbrojtës që na e kena qyshe thamë për Fisnikën edhe për Gallapenin edhe këto a kemë për 10 vjetë e ashme ka me konë lideri sarmës. Unë mendoj që lideri i ri që vjen mas do vjen i Kosovës është Albian Hajdari, një djallë që e po me dhe i lëndun, provoj me i lu minutat e fundit, edhe pse pa gjakderdhje ju fashu kokaj, nuk doj ke me lanë fushën për asë një minut dhe e po që nuk është e pa mundshme me lu. Leoni, edhe pse mungojnë 2 ndeshjet e fundit është shumë ardhje e rëndësishme dhe ka me vardu rritin e ti, ka më rritë shumë edhe ka me konë një lojtar shumë i rëndësishëm për Kosovën. Pastaj Rexhbeshaj i konfirmum, lojtar i mirë, shumë i rëndësishëm, që është thash edhe për Arën, edhe për Vojvodën, edhe për Moriqin që këta janë të konfirmu, po këta qenarët që ta janë që na kanë bo mëni mirë të i pa edhe të lu. Lodh me qenë se minutat janë të limitum, e kështu bo edhe një parashikim të shpejt për edhe pse herët, mund me ndryshu e shumë që po lëndohen lejtarët, por koha hicën shpejt edhe botërori edhe 2 muaj e pak veç se fillon, që në parashikim pe i vetës, në parashikim për fitusin e botërorit, po besoj që këtë vet e shoh Spanjën favorite, nuk po them absolute, pasi që ka
edhe kombëtare tjera të forta, si Franca dhe Argentina, që po besoj që kanë me rivalizu jashtëzakonisht shumë, po një dozë favoritit ja dho Spanjës, ndërsa me njerë pasoj Franca dhe Argentina janë 3 kombëtare që kanë me shinu kupën e botës, trofeun e botrorit 2026. Njëjtë si shkumbini edhe në version favorit për shë Francën, për shkak Mbappes, për shumë çfarë sezoni fantastik për ka. E dim që është një super lejtar që pavarësisht arritjeve ti ka nuk ka arrit me fitu topin e artë, unë po besoj që kjo është viti i cili arritjet e tij personale, domethënë gollat, asistimet, kanë ju shpërbly në fund me fitu kupën e botës, edhe që në fund më kurorzu me çmimin e topit të artë. Unë mendoj që Argentina nuk është favorit mo, maksimumi që e finalja. Portogalinë është më mirë se Argentinën, dorën zemër, kështu e mendoj si Në dhe me qatë mbrojtim s'ko ka shkën. po edhe Argentina vetë janë ma po edhe 0-0 bom të urreq ato, po e kanë arrit besoj kulmin, e kanë fitu qatë botrorin të urreje, të hit të krejt me top me kry një gol për mesin të dek, njëherë do të me dek për mesin, s'kanë që desin mo. Tash desin për Alvarezin, a Martinezin. Dhe pasion ata nivel zezet. Normal. Francën edhe Spanjen, po pajtona me ju janë 2 më të mirat. Tash çatu jeni ti ja jap 70-30 të zona Spanjës, kjo jap 70-30 Francës, dhe në menoj që këto dyja janë si çato ngat, me nivel janë më mirë se tjerat. Për momentin tash 3-4 muaj të ardhshëm çfarë sjellën nuk dihet. Brazilin e shon një farë entuziazmi me Angelottin që mund me bo diçka, me nxjerr diçka interesant. Kretë edhe kjo varet për formës që zhvin lejtarët, po ekipet evropiane vazhdojnë me menu që janë më të mira. Se më të kompletume, nuk është që di nëse edhe që Turqin që jem të bërë në Allah me konë qerik finale bezojna, pasi ka kvalitet, grupin e ka Amerikën, Australinë edhe Paraguay, tash mi ngutë që ata nxjerrin si na 9 pikë, tha sigur ta nave që po menojnë ata kur na bjen ma ne. Federata Turqisë po fitojnë trofeun. Po dhe domethënë një çigim çaj. Evropën e shoh më mirë. Spanja ka fituar evropianin me një dominim të frekshëm, kisha me thonë, edhe po krejt varet që vjen ekipi deri në atë pikë, që është Rodi, që është Pedri, qëto motorat e ekipit, tani 2 krahë. Mos të harrojmë me përmend edhe Anglinë. Anglia përveç që vjen e kompletume, vjen edhe me një trajner që ma pragmatik, edhe nështë është herët, po alo nuk kanë fillu me titujt e me sene, me entuziazmi që e tregojnë gjithë event që kjo është viti. E kjo bëmbon me besu që Anglia në momentin që s'fol edhe nuk bëhot entuziazmi i madh për trofej mujnë. Jo, ata kanë konfirmu që në vitet e fundit jenë gjithë shumë në alt, dhe ju kanë afru, kanë flirtu me trofejon, mojtën e marë. Po gjithmonë është ekip se ka lojtar shumë mirë, po unë e vesh Francën kërë me nej kanë erë qatë pjesën ofanzive. Dhe me thonat, s'di. Më thonë mu që i kështë nalë që ta kësha menu në informacion pas. Ishë mos me luër vara, dhe? Ja qes një 4 Argentinas sot të po më rrej që ashtë, më rrej. Veç vare qëfar është referi, nëse lejon lojnë a vedir me faula, monet me pështu Argentina, mos me kry lojnë me 7 lejtarë. Se kështu që shlujnë ata, kanë ertë mos me Michael Olise, me Mbappe, me Dashë shumë Qerki, Dembele. Se cili ma korës e kemra si Turam, emra tjerë, konfirmum që mos më ftu, hesh, do më dhënë qash shumë jo, bësi dhe shumë be koni konsiderat për ligën e Italisë, shkoku i kështu dhe gjithë pesom kushtimisht, amo shumë yje kanë me metja shtisë në shtu raportushës besoj që ndodh, amo dhe ka ma vinga thanë është po në dyshim për shkak se tash kanë të me Francën edhe pse po në Arabi pe tregon jo këthy në Evropë tash që ata nëse tash u këthyn Turqi i s'po nga i kemo
Na të eru për promtën me Ai botë. sungon me si e di me Të shoh për merr se front po ka të është i ftuar 100%. 100%. Po nëse ka shumë lojtor në ofanzivë dhe don m'ju jep liri për me sulmu, Po do të me dyshja ideale Kante Tchouameni që edhe shkatërrojnë edhe vrapojnë shumë. Mos të hina bësh edhe ekipeve të Afrikës, mendoj që Senegali me Marokun janë shumë mirë. Po. Se ekipi janë të konsoliduar dhe mund me Edhe na din ata nëse ju hina në bërgjë, kanë me na përmehus. ja veç edhe ata mund me mbritë çeyrek-finalin dhe me befasu që Maroku Maroku, po, normalisht. Deri se finalen nuk është çudi që me konë edhe një ekip i Afrikës nalt. Po. Kështu, po besoj që tentu me bu një analizë deri dikon për, sidomos për kampanjën kualifikuese dhe ndeshjet e Kosovës. Neve s'na mit gjatë tjetër veç me falendëru fillimisht sponsorin ta Nextfest që e bën të mundur këtë podcast. Dhe normalisht edhe shikues tonë të nderuar që na ndjekin çdo javë. Faleminderit shumë. Shihemi në javën e ardhshme.